Jordan and Friends. Atmosfera e festave. Nuk e di, më pëlqejnë shumë këngët e festave. E di çfarë më ka munguar? Unë kam jetuar në Greqi dhe unë kam dalë nga mosha 10 vjeç deri në moshën 14 vjeç, unë kam bërë ikja këndoja der më der Jingle Bells, domethënë në versionet greke, por ato këndohen 3 herë, domethënë këndohen Krishtlindja, vitin e ri dhe ditën e dritave që kanë në Greqi, pra unë nxirja pafund lek, sa ty të japin. Ç'a thua? Ikja këndoj. Jingle Bells, po, versionin grek dhe e kam bërë dhe jam tepër i lumtur dhe më mungon ajo për ju se isha foshnjë dhe shkoja në shtëpi. Foshnjë 10 vjeç. Foshnjë. 10 vjeç. Fëmijë, nuk je foshnjë. Isha adoleshent. Bruno. Përshëndetje, yje. Po ku je, more, ku je? Po dëgjoja Nikon me vëmendje që thoshte që paguaj 10 vjeç, po. Ka bërë lek që i vogël. Po duket, po pra. Po tani po t'jedhi në gjyq ata bën prap lek se e kanë shfrytzuar. Bruno, si e? Si të kemi? Shumë mirë shqyr zoti. Tani më vjen shumë mirë njerë që gjërat po shkojnë siç ti do, sepse të kemi ndjekur edhe në rrjetet sociale, por ndodhi që dashje apo pa dashje një bif i vogël nga kjo studio të bëri të reagosh javën e kaluar. Po. Se s'ka një imazh, ka dalë sot duket i kështu i bukur, tepër maskilist. Dua ta pyesja. Tepër macho. Pse kaq i prerë, kaq i mërzitur je prej asaj deklarate? Kaq u mërzitë? Të preku shumë? Un kam 2 ditë pa ngrënë që kur u bëj ajo deklaratë. Edhe prandaj ndiem shumë kështu, okay. Jo, larg shakave, jo, nuk jam as i prerë dhe as i mërzitur e thashë deklarate. Tani Andi ishte i ftuar, për ju që nuk e dini, Andi Vrapi javën e kaluar për të komentuar personazhet të cilët mund të jenë potencial ose janë diskutuar për të hyrë në Big Brother dhe unë e pyeta nëse e sheh Brunon si një nga djemt që nëse do ishte dhe Andi vet do kishin debate, se ju në fakt keni her pas here nëpër panele po edhe në Instagram dhe Andi nuk bie dakord me disa mendime të tuat. Do doja të të pyesja troç dhe qartë, çfarë nuk të pëlqeu nga ajo që tha Andi në këtë studio? E pare punës nuk ka pasur ndonjëherë debat Andi Vrapi me mua në për panele, sepse nuk kemi pasur për çfarë argumentojmë, por arsyeja ka qenë në Instagram që patëm një debat të vogël personal rreth privat, domethënë rreth non-binary. E kupton? Nga këto shinat e trenit apo? Po pra, pikërisht për shinat e trenit vlla, ti e kuptove më së miri. Dhe unë i thash, nuk jam dakord që promovohen ç'ne promovon kaq shumë zell këta lloj njerëzish sikur kanë bërë luftra të mëdha. Po diçka një debat i tillë që konstruktiv më shumë se sa inate. Po e kam mbajtur që ta ndirte këtu. Kur them që keni pesë më fusin në Big Brother, domethënë i kërkova llogari Andi tamam thuaj të më fusin në Big Brother se ti jam se s'futni në Big Brother, po. Andi nuk tha. Tani do çaj. Andi nuk tha që ti mund të kesh kërkuar diçka. Unë e pyeta si të sheh ty si personazh. Domethënë kjo ishte ideja. Po, më fal Jonid, por ka hedhur një status ku thoshte është përpjekur dikush tjetër të ketë një bif me mua dhe përsëri s'është futur dot në Big Brother. Domethënë, unë me sa kuptoj ai është një nga autorët në këtë rast që ai vendos kush futen dhe kush s'futen. Edhe më treku shumë kjo pjesë. Për të mos bërë avokatin e djallit, po duke njohur edhe Andin edhe se ti e di dhe opinionin tim për ty. Dua t'i lë dhe kolegët që të flasin, po nga ajo që unë pash tek storia Andit, kishte të bënte me faktin që domethënë personazhe që ndoshta mendojnë ose mund të jenë të diskutuar apo mund të jenë gati për të hyrë në Big Brother, mund të bëjnë nga këto tip bifesh për të folur, jo sepse ti mund t'i kesh thënë apo kërkuar diçka për të hyrë. Pra shiko, më fal, këtë pjesë që sapo përmenda e kishte shkruar ai tekstualisht që janë munduar edhe të tjerë dhe nuk ja kanë dalë me këto lloj bifesh, por unë te statusi im kisha thënë që nuk jam mësuar me bife, edhe nuk dua që të arrinte këtu pasi kemi konsumuar dhe një muhabet dhe një
një gallate dhe një kafe së bashku dhe është e turpshëm. Dhe unë duke ditur këtë, dhe kur them që ju keni debatuar në panele, e kam fjalën jo debate për të cilat ju mund të keni pasur dhe konflikte, debate konstruktive sa i përket një teme të caktuar. Dhe ai tha që ti mbron këtë pjesën e meshkujve alfa, edhe ndoshta Andi nuk është dakord, edhe ndoshta një pjesë. Do me thënë është e gabuar ti je mashkull alfa. Do të bësh gjë që të futesh. O, Anajla, ka mundësi se është Bruno i ftuar? Të lutem. Ideja është që jo që nuk është dakord me këtë, po tha një pjesë e publikut, ndoshta nuk do ta pëlqej këtë. Më fal. Kush është Andi Vrapi që di pjesën e publikut në të rësi se çfarë pëlqejnë e pare punës? Edhe dytë e punës. Andi u pyet edhe një përgjigje, po. Po pra, një përgjigje që është mendimi i tij, nuk është konstatim, sepse nuk ka asnjë përgjigje, një përqindje ose një situash studim që të jap këtë lloj deklaratash. Që për mua janë fyse edhe për televizionin të japësh disa argumente pa bazë në fund të fundit duke u munduar që të ulësh nivelin e dikujt tjetër. Nuk ha dot buk në këtë lloj mënyre, sidomos me një tip si puna ime. Okej, po lë kolegët se Jo, Bruno thjesht ishte një opinion, nuk besoj që e tha personalisht për ty ose për tjetrin si i komentoj të gjithë. Ishte thjesht një opinion. Demografia që ndjek Big Brotherin të japësh këtë lloj deklarate përfshin gjithë shqiptarët që me demek nuk pëlqejnë që mashkulli të jetë alfa, të jetë drejtues, por pëlqejnë një mashkull që s'është drejtues, që nuk është alfa, që po ti si është beta. Mendon që je alfa maskulist ndonjëherë, si e mendon? Unë mendoj se mund edhe të jem maskulist. S'ka asgjë të keqe. Po je edhe romantik. Tani nuk ka asgjë të keqe, biles unë adhuroj faktin që në gjithë këtë botë kaq të madhe unë quhem ende burr drejtues, e kupton, nuk ka asgjë të keqe për mua, unë adhuroj këtë gjë. Anton dhe Niko janë këtu po ashtu, të cilët mund në unë e dash opinionin tim që radhën e kaluar që të jesh macho, burr, nuk ka asgjë të keqe, domethënë plus jetojmë në Shqipëri që shumicat e njerëzve, se po flisim për Big Brother, mbështesin fenomenin e burrit macho, pra burri më i fortë. Si përfundim, Bruno? Qa duhet të jo, plak, të ndihmon kjo të qenurit macho në market kur i shikon me inat njerëzit e kalon radhën? Ke një opinion të gabuar, nuk do të shkosh njerëzit me inat, i shikon dhe me dashuri dhe i alfa prabulla, siç më shef mua të qesë. Pra ti je dhe romantik në fund. Gjithmonë. Je romantik në marrëdhëniet e tua, por për ta mbyllur Bruno, se gocat në fakt tek shizoner të pyetën, por duke qenë se po diskutohet kaq gjatë edhe po fillon Bigu, na iku Bruno, kthej edhe një herë kamerën. Si përfundim, çfarë do ndodh nëse të vjen një propozim apo të ka ardhur apo mund të jesh ti një ndër personazhet e këtij edicioni? Kam punë momentalisht edhe nuk mund të jap një përgjigje tamam, por në qoftë se do jem, do shikoni komplet diçka që është pritur shumë nga publiku dhe normalisht do japim spektakël. Dhe për ta mbyllur Bruno, duke qenë se ti vjen fillimisht nga një program dashurie, ekziston mundësia që të krijosh një lidhje dashurie? Kjo mbetet për tu parë. Ore, një pyetje para. Ajo do jetë alfa apo beta? Gjithmonë alfa. Ka shumë pak alfa në këtë. Të them apo duhet alfa, normal. Okej, shumë mirë. Ore, një pyetje para se ti ikësh, Blak. Po do të thonë, hajde futun në Big Brother, po mos fol me theks vlonjat. Nuk e bëj dot. Me blla nuk e bëj dot. Dori pa. Bruno, faleminderit. Për këtë ndërhyrje punë të mbarë. Ciao. Ja ku morëm edhe një deklarat nga Bruno, më vjen shumë keq, do me thënë, keq, jo dhe aq, se tani me thënë të drejtë nuk është se ne vum fjalë të cilat nuk ekzistonin, po dhe ne ti vinim. E mira është që ta diskutojmë dhe ti sqarojmë gjërat edhe. Unë mendoj se është hap një dramë e re prapë.
Është bif thua? I can't wait. Disa më pëlqejnë mua këto dramat, këto sikletet, kjo që përjetova tani që po ndodhet diçka. Mor hapë gojën, fol. Jo, sepse unë po mundohesha që t'i shpjegoja Brunos edhe me statusin që ka bër Andi. Pra, u mundua dikush, ndoshta nuk po mundohesha t'i shpjegoja që ndoshta nuk e kishte kuptuar dhe aq mirë pastaj thelbin, se pastaj kur nis që replikon në rrjetet sociale, sigurisht që do nxjerrësh gjëra që. Por mendoj që opinioni i dikujt mund të replikohet edhe pak më but, nuk e di ose nuk e replikoj keq. Unë paktën ato që tha. Jo, flas për postimet e të dyve, Po pra, në nuk e rrjetet replikoj. sociale. Për shembull, përgjigjja Brunos nuk e ishte një përgjigje që unë e prisja nga ai. Me ato që tha Andi. Se këtu isha dhe e dëgjova dhe e prisja që mund të ndodhte një reagim. Tu duke ashpër ajo që tha Andi. Jo, nuk më duke ashpër përgjigjja e Brunos. Më duk një përgjigje normale, nuk Po ajo që tha Andi të duk pak si tani ti do të dëgjosh opinionin tim. Pa. Ashpër nuk më duk, po nuk më duke sakt. Pa. Sepse unë e thash në Shqipëri, personazhe sepse dhe Andi tha në atë moment je i fiksuar me Big Brother 2-shin, jo, në Shqipëri na ka vërtetuar që publiku do më shumë mashkullin alfa dhe jo beta. Nëse nuk është alfa, atëherë duhet të jetë shumë fan. Por në fund të fundit duhet të jeni si të doni, mos shikoni alfa, beta dhe kështu, si të ndjeni mirë o plak. Ti çfarë je? Beta apo fan? Unë jam sigma. Alfa. Unë jam apo fan? omega zemra, se ajo ora shumë e shtrenjtë. Omega. Unë jam Mikrofoni që ma mbulon komplet fytyrën, po s'ka gjë. Mjafton të dilni ju bukur. Jo, po ti je bukur gjithsesi. Këto fjalët tuaja, Sytet u blu apo janë syzet? Janë syzet blu. Sytë e mi janë blu të ëndrave, domethënë, por që nuk i kam. Pashtu i thash një herë dikujt, i kishte syt kafe, i thash sytet tu janë si një liçen, po i ndotur. Sa po më komplimentoj me të vetë. Jo ti të thash dhe vish syze se të shkojnë, po ti po çdo thuash ti tani. Nëse bëm këtë sqarimin me Brunon edhe duke qenë se jemi në prag të bigut her pas here do të diskutojmë. Po më pëlqen që hapim bif. Si nuk solli njëri pa i dha që vetëm bif të kohës. Më pëlqen sepse më pëlqen të shoh dhe reagime nga të dyja palët. Pavarësisht se kemi edhe një tjetër bif për ju që nuk e dini, është me ju të dy që nuk njohët personazhe dhe diskutuar herën e kaluar. Po. Kush ne të dymi? Nja ju të dy që flisni. Jo, unë më fol për Nikon, po ky bif nuk është publik, se nuk unë nxorr në rrjetet sociale, unë mbajt vetëm brenda për brenda. Unë mbajt brenda për brenda, ne mësuam backstage, personazheve. Po. Tani, duhet i njohim apo jo të gjithë personazhet? Absolutisht jo. Sa njerëz nuk më njohin mua? Ti se ke ide, as nuk e din kush jam, edhe unë lexoj komente. Edhe mua. Lexoj komente, po ç'a bën me jetën, vetëm meme dhe jam kështu 15 vite punë vetëm meme, po them okay, logjike. Se i bëj dhe memet. Por të ketë pretendim një personazh 8 mujorësh të njihet, më fal, jo. I'm sorry, po jo. Sa të duash kanë. Jo, dhe s'ke bër asgjë kaq wow me këto 8 muaj. Sa njerëzit të njohin të gjithë. Tani komentet në rrjet kanë nxjerrë në pa po ashtu edhe një koment me humor të zi të Kanye West ose Ye, ku diun si e ka tani Ye, e ka tani. Edhe Lei bëri një lidhje shumë interesante sepse duke filluar nga javët në vazhdim, këto komentet në rrjet në fakt janë pikante, disa janë dhe fyese që mund të bëjmë një rubrik më vete sa i përket kësaj. Me komente, po. Që mund të jenë fani, po mund të jenë fyese, mund të jenë dhe nga më nuk e di, më të pabesueshmet. Ku i ka vajtur mendja? Rasti që po flasim tani ka të bëjë me Jada Pinkett Smith. Mund të jetë edhe i vjetër, po si duket tani që po qarkullon dokumentarje dhe po dalin sërish në pam. Sepse në fakt 50 kishte shkruar një tjetër aktori që largo emrin tënd nga goja, emrin tim nga goja jote e qelbur, që ishte një batutë në Oscar kundrejt Jada Pinkett Smith. Jada ka shkruar një status në tweet ose X tashmë. Kanya është njeriu që është më jashtë kontrolli nga gjithë personat që njoh. Edhe përgjigjja e tij ishte Rapunzel lësho flokët poshtë. Lësho flokët poshtë. Unë mbaj mend që kemi pas repushkën tek
libri që kam pasur unë prallat e vëllezërve Grimm. Po ju vini dhe në zbor, nuk quhe. Dhe ishte repushkë më e repushkë. Lëshomi flokët poshtë. Kallam sheqeri. Ishte komenti i Jade, edhe ka shumë komente. Tani të dinë se mbase njerëzit edhe nuk e njohin të Jade. Domethënë Jade është qerose. Nuk ka flok. Vuan nga alopecia. Alopisha. Po. Me vërtet jo, këtë nuk e dija. Unë mendoja se thjesht i ruan dhe është moderne dhe thash bravo. Jo, vuan nga alopecia. Okej. Këtë se di as unë. E shikon që s'duhet të dini gjithçka? Po ja pra mësuam gjëra. Në qofse ajo që tha. Ja mësoni nga unë dhe Antoni, dy mendje të ndritura të këtij programi, që nuk e di se ku i çojmë këtë mend, domethënë kaq shumë sa kemi. Na falni. Domethënë. Po komentojmë pastaj streqet e mia që mos fol me streqet. Ti mos fol. Domethënë, ne kemi bërë një video sepse nuk e di a e keni vënë re që çdo të mërkur bëjmë një audio apo video që është virale në rrjetet sociale dhe e bëjmë në mënyrën tonë për të qenë pak funny edhe për t'i dhënë pak entuziazëm programit, ngjyra. Në videon e postuar javës që kaloi, ne po i binim instrumentave. Po, edhe nuk e di se janë kaq të vëmendshëm njerëzit, ta hapim pak është kjo. Opa. Është pikërisht kjo video me Kokomelo dhe ka disa komente për streqet e Lejt edhe tani Lej i komenton. Përveç atyre që shkruajnë ha jeni amazing Lej kalon nga faqja ime se ka marrë streqe të mira. Kalove? 1 milion, nuk shkova, po. Unë do shkoja, zemra do kërkoja 100 copë, me që u vet ofrua do t'i merre, do ta shfrytëzoja atë situatën. Po. Nuk shkova, po do shkoj. Dhe pas këtyre komenteve unë e pash videon me vëmendje që Lejt si duket po të binin, jo, s'po të binin, thjesht nuk i kam ngritur. Siç bëjmë ne gocat zakonisht, domethënë, për të qenë on shape. E diçka, unë mendoj se ishin tani si një stilist, ishin streçe jo për fizikun e Lejt, se sa do lart i ngritën, nuk ngritet në qaf tek te shpatullat. Mendoj se i duhen pak më me shtratë të shkurtër. Shtratë të shkurtër. Jo, unë mendoj që i ka tamam, thjesht si ka ngritur, se është kështu shumë easy going, si natyrë. Si Lej. Qyshja i ran brekët kësaj. Maran, pak. Do me thënë. Po s'kishte atje atë ditë. Isha vetëm me streç. Po është dhe njëri që shkruan Apika, Vipa Gjasme, ndërkohë ky është një askush me tik blu, do me thënë. Komenti. Është po paguan dhe $14 në muaj. $14. Edhe me pagesë edhe ne, do me thënë Vipa Gjasme. Lej ky ishte shumë i rënd. Mund ta thuash. Lej si Zhulsa. Të dini ju çfarë e mban Lej. Do me thënë në bazë ditore vjen era milmin. Se nuk ka ngritur streqet, domethënë Lej është Zhulse. Domethënë, hajde kupto ti se çfarë ka në kokë ky personi që ka shkruar dhe jam shumë e sigurt që është goc. Po dhe Eminemi kur bënte koncert që i mbante xhinset tu poshtë zhursh ka qenë, ç'është kjo? Dgjoj, njerëzit nuk e dinë që kur djersit Lejin e mbledhim në një shishe dhe përdorim si parfum. Janë 3 komente. Janë 3 komente që thonë si Zhulse se ka rënë streqe, domethënë. Çfarë do të thonë kjo? Ku e çoni gjithë këtë negativitet, domethënë? Ku e çoni gjithë këtë mullë? Domethënë, çfarë ndodh me jetën e këtyre pasi komentuan Lejin, domethënë? Çfarë ndodh? Çfarë ndryshon në jetën e këtyre? Nuk e kuptoj, prap ster janë. Më fal, e di ç'a thon, ja tregojnë në shoqërisë, thonë ç'ta kam shkruar. Ja futa. Mos ta ndjej plak se mua shumë njerëz më thon bëj të fal Lejt e shyllu. Ke fansa më cool. Nuk të ka thënë ndonjëri puthe Lejin për mua? Lej mërzitesh nga komentet? Mërzitem kur komentojnë njerëz të tjerë, për shembull prindrit ose ndaj person tjetër mërzitem. Kur është drejt për së drejti për mua nuk mërzitem. Thjesht më pse do ta lexojnë prindrit e mi këtë gjë, se nuk e kuptojnë. Po prindrit e tu për shembull, dhe ne që jemi këtu e dim që jo vetëm që nuk je Zhulse, po je një dashni. Super pastërtore. Mirë unë që ka mujt në orar. Dhe është e fiksuar, domethënë nuk e di sa njeri i fiksuar është ky. Kjo goca këtu që ka unë përpara, është shumë e fiksuar. Por dëgjoj, edhe dhe herë tjetër që ta keni parasysh, duhet para se të bëjmë një video spontane dhe funny kur jemi totalisht për shefin ton, rini pantallonat, shifni çdo detaj, domethënë se kemi këta
me perfile që fake zakonisht që na shajnë edhe na shohin çdo presje. Më ka ndodhur një mua, kam qenë në një video, ka qenë një miku im ka bërë një shaka në stand-up edhe ka hedhur. Edhe mori shumë reviews negative ajo videoja, po diku aty në sfond isha unë që po qeshja. Edhe ndërkohë që të gjithë shanin këtë që bëri shaka, njëri tek thoshte po e qorri pse qesh. Edhe plak unë i harrova të gjithë ta të tjerët, dhe kupton që shanin e kërcënonin atë dhe thoya me vete po me mua çfarë. Po me urën çfarë? Jemi në fund edhe bëuni pak më të mirë njerëz, domethënë. Për festa. Se di, mund të jeni fani në komente dhe kritikat mund të jenë fani, janë dhe të mirë pritura, po kur kalon në vulg bëhen shumë. Bravo. Unë do doja të ishit pak më të, domethënë unë pranoj dhe humorin e Zi. Unë qesh me humor të Zi. Nuk them kjo ishte bullizëm, mua më duket budalliqe. Humori I Zi po, kur ofendoni edhe bëni, domethënë rriti nga shtëpia ofendon dikë. Jemi drejt fundit edhe po, mbritëm në fund. Dhe me që jemi te këto sharjet lej, mos u dëshpërosh shumë. Unë kam hedhur videon e Pemës së vitit 3 ku jam për qefin tim me gocat e mia, po TikToku është më I tmerrshëm se Instagrami. Dhe më kanë masakruar pse Pema nuk ka deg në maj. Domethënë, what the fuck, është pemë natyrale. Unë e marr në rrjet, nuk e shoh dhe e dyta mua m'pëlqen o vlla. Jam me gocat e mia, po ndërtoj pemën, po e shijoj, me topa, pa topa, ka arom pishe në shtëpi, ç'të duhet ty mër zotri me pemën time. Kjo është ideja. Po preti vesh ti të shtëpia se ylli në maj. Kështu që njerëzit do gjejnë gjithmonë diçka si të jetë pëlqyeshme për ne. Njerëzit do thënë get alive, tamam. Bëuni pak më të dashur se jemi dhe në prag festash edhe jemi në dhjetor në muajin e dashurisë. Për njëri tjetrin. Për njëri tjetrin. Lore, shkurtin, ai është tjetër muaj. Dëgjojmë të mërkurën tjetër. Ciao, ciao. Ciao.